Soda e bukës, sekreti që shëron reumatizmën për gjithmonë. Ja si duhet ta përdorni. Ekspertët janë gjithmonë më të bindur për rolin fantastik të sodës së bukës kundër problemeve të reumatizmës dhe problemeve të cilat lidhen gjithashtu edhe me artritin. Kjo bindje atribuohet aftësisë së sodës së bukës në ruajtjen e ekuilibrave të pashit në organizëm dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse këto ekuilibra prishen, trupi do të ofrojë edhe një sër komplikacionesh. Një shëndet i mirë kërkon edhe një mjedis që nuk është shumë alkalin dhe as shumë acidik. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve, soda e bukës mund të parandalojë krijimin e një mjedisi shumë acidik, i cili mund të krijojë shfaqje në këtyre komplikacioneve, citon Step to Health. Sipas ekspertëve, soda e bukës mund të parandalojë krijimin e një mjedisi shumë acidik, ajo ndihmon në formimin e një mjedisi më alkalin. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Sipas tyre, një mjedis alkalin në organizëm është i rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje efektive kundër problemeve dhe inflamacioneve. Revista Immunology publikoi një studim mbi sodën e bukës. Sipas studimit, pirja e ujit të përzier me sodë buke mund të ulë gjasat e shfaqjes së sëmundjeve inflamatore. Studimi zbuloi se në vetëm një javë nga konsumi i këtij lëngu, qelizat imunitare viheshin në punë, jo për të stimuluar, por për të luftuar inflamacionin. Për më tepër, studimet zbuluan se soda e bukës mund të ndezë shumë prej reagimeve anti-inflamatore të trupit. Artriti dhe reumatizma kanë të bëjnë me inflamacione të kyçeve dhe të ijeve. Këto sëmundje njihen si sëmundjet autoimunitare. Ky term ka të bëjë me faktin se sistemi mbrojtës i organizmit nis të sulmojë vetveten në vend të viruseve dhe bakterieve. Një gjë e tillë do të shkaktojë dhimbje, ngurtësi dhe dëmtim të kyçeve. Po si ta përdorni sodën e bukës në lehtësimin e këtyre komplikacioneve? Sasia e rekomanduar e sodës së bukës varion dhe është e ndryshme nga personi në person. Ka ekspertët që thonë se kur fillimi çdo recete duhet të jetë në të njëjtën sasi një lugë çaji me sodë buke të tretur në një gotë me ujë. Më pas kjo sasi mund të rritet në 1/4 e lugës. Nëse vëreni që nuk e mbushni dot me frymë veten dhe vëreni që rrahjet e zemrës janë të larta, atëherë kjo tregon se po e tepëroni. Përdorimi i sodës së bukës në këto raste duhet të bëhet gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu komplikacione në shëndet. Reumatizma është një sëmundje që prek më shumë se 20% të popullatës globale. Për fat të keq, shkencëtarët ende nuk kanë zbuluar një trajtim efikas ose medikament që largon këtë problem 100%. Megjithatë, kanë arritur të tregojnë disa zgjidhje të mira natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të përmirësojnë strukturën e nyjeve tuaja dhe mbi të gjitha të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Sidoqoftë, disa studime të fundit kanë treguar se, në veçanti, disa ushqime janë mjaft të mira kundër këtyre komplikacioneve. Por cilat janë hapat më të mirë të cilat duhet t'i ndiqni për mbajtjen larg të këtyre problemeve? Rënja në peshë dhe aktiviteti fizik janë dy prej hapave më domethënës, të cilët do e ndihmojnë në shëndetin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Rënja në peshë do të zbusë barën e rëndë mbi gjymtyrë dhe do të ulë gjithashtu inflamacionin e reumatizmës. Aktiviteti fizik i mban muskujt të fortë dhe ndihmon në lehtësimin e lëvizjeve. Yndyrnat e shëndetshme janë thelbësora për të shtuar në dietën tuaj të përgjithshme. Ngrënia e disa ushqimeve mund të përmirësojë simptomat dhe të zbusë gjithashtu dhimbje. Të dhënat shkencore tregojnë se ngrënia e salmonit ose edhe e sardeleve mund të zbusë dhimbje dhe të lehtësojë edhe problemin e lëvizjeve. Këto produkte përmbajnë acide yndyrore, të cilat janë mjaft të vlefshme për të shtuar në dietën tuaj dhe për të mbajtur larg kështu komplikacionet të nyjeve. Ulja e kolesterolit në trup do të jetë një mundësi më e mirë për të mbajtur larg komplikacionet të nyjeve. Sa më i lartë jetë komplikacioni i kolesterolit në organizëm, aq më i dëmshëm do të jetë edhe ndikimi i tij në shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se duhet të përfshini më shumë antioksidant në dietën tuaj në rast se vuani nga reumatizma. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për gjendjen tuaj imunitare,
në betejën kundër ngurtësimit të nyjeve. Gjithashtu, ekspertët këshillojnë të përdorni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, siç mund të jenë spinaqi, brokoli, lakrat e vogla, të cilat janë të pasura dhe me vitamina dhe minerale, të cilat do të ndihmojnë kundër shqetësimeve të reumatizmës. Është e rëndësishme të mos neglizhohet çështja juaj dhe të konsultoheni me mjekun për çdo ndryshim të mundshëm që mund të përjetojë në kockat. Reumatizma, dhimbja e kockave është një sëmundje kronike që nuk ka shërim, por vetëm mund të mbahen nën kontroll përmes përkujdesjes së duhur. Në listën e këshillave, mjekët specialistë të kësaj fushë tregojnë ushqimet që nuk duhet të mungojnë në tavolinën tuaj nëse vuani nga kjo sëmundje. Duke nisur me mëngjesin, mjekët tregojnë se mëngjesi i shëndetshëm me drithra si tërshëra, arrorë dhe farat natyrale, një regjim ushqimor i pasur me fibra mund të ketë ndikime pozitive edhe kundër sëmundjeve të cilat prekin gjymtyrët tuaj, të cilat mund të shkaktojnë edhe komplikacione të indeve. Fibrat, tregojnë mjekët, përmirësojnë florën bakteriale, e cila ndihmon metabolizmin dhe përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Shumë prej bakterieve të cilat gjenden në stomak përmirësojnë tretjen dhe janë gjithashtu shumë energjike dhe kanë efekte qetësuese kundër inflamacioneve. Acidet yndyrore të ngopura që prodhohen në stomak gjenden edhe brenda lëngjeve që përshkruajnë gjymtyrët dhe mund të shkaktojnë gjithashtu një lehtësi. Në listën e ushqimeve të cilat e mbajnë në kontroll këtë problem janë gjithashtu edhe frutat, bishtajat, erëzat, barishtet, gjithashtu dhe vajrat. Në këtë listë mund të fusni frutat siç janë kumbulla, citror, rrush, boronica, banane, mango, sheg, pjeshka dhe molla. Sa më e pasur të jetë dieta juaj me produkte antiinflamatore, aq më pak dhimbje do të keni në shëndetin e nyjeve, duke ditur edhe komplikacione të ndryshme që reumatizma mund të shkaktojë në shëndetin tuaj. Reumatizma ose çrregullimi reumatizmal është një term për një gjendje që shkakton dhimbje kronike që shpesh ndikojnë në nyje dhe gjithashtu në indet lidhore, duke shkaktuar kështu enjtje dhe komplikacione të forta të tyre. Termi reumatizëm megjithatë nuk cakton ndonjë çrregullim specifik, por mbulon të paktën 200 gjendje të ndryshme të shëndetit i cili mund të ndikohet nga këto komplikacione. Burimet që kanë të bëjnë me reumatizmën kanë tendencën të përqendrohen në citimin e duhur tek artriti, por reumatizma mund të frenohet edhe në gjendje të tjera që shkaktojnë dhimbje kronike të njohura si sindroma e dhimbjeve rajonale ose edhe reumatizma indeve të buta. Reumatizma mund të rrisë riskun edhe për të pasur osteoporoz, dobësim të kockave, të cilat i bën ato edhe më shumë të prekshme nga thyerjet. Sindromat të dhimbjeve të kyçet të dorës gjithashtu mund të shkaktohen dhe të nxiten nga problemet e reumatizmës. Inflamacioni i reumatizmës mund të ushtrojë presion tek nervat në duar dhe në gishta, që të çon gjithashtu edhe në deformime të pakthyeshme të tyre. Reumatizma mund të nxjisë edhe krijimin e problemeve në zemër. Reumatizma mund të rrisë rrezikun e arterieve dhe bllokimin e tyre si dhe inflamacionet e zemrës. Ajo mund të shkaktojë gjithashtu edhe më shumë probleme të mushkërive. Njerëzit të cilët vuajnë nga reumatizma janë të rrezikuar për inflamacione të indeve të mushkërive, të cilat mund të çojnë edhe në bllokime të frymëmarrjes. Reumatizma fillon të ndikojë gradualisht, në fillim në nyjet që lidhen me gishtat dhe duar dhe gjithashtu më pas te nyjet që lidhen me gishtërinë dhe këmbët. Nëse vëreni këto shenja, atëherë mund të bëni një konsult me mjekun që në hapat e parë të përkeçimit të këtij shqetësimi, pasi në të kundërt gjendja juaj mund të agravohet. Nëse vëreni enjtje të nyjeve, ngurtësi, lodhje, ethe dhe temperaturë, humbje peshe, dhimbje të kyçeve të dorës, të këmbës, të kapakut të gjurit, kyçit të këmbës, të mesit dhe të themrave, dhimbje të supit, të qafës, dhimbje gjatë lëvizjeve, humbje të oreksit, zbehje në fytyrë. Bëni një konsult me mjekun tuaj që në hapat e parë, pasi do ta keni më të lehtë të mbani problematikën tuaj nën kontroll dhe të menaxhoni më mirë problemet e reumatizmës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.